Rruga e Arbrit sot të jep mundësinë të vizitosh fshatra që dikur ishin të largta edhe pse në kufi me Tiranën. Fshatra me njerëz shumë vital, të cilët kanë ditur të mbjetojnë në kushte ekstreme. Këtë herë do të shkoj në një fshat që dikur ishte shumë i largët. Njerëzit merrnin rrugën nga Tirana për të dalë në Qafshtam dhe shkonin pikërisht atje. Fshati Ket, një fshat i humbur përpara se të bëhej rruga e Arbrit. Sot me rrugën e Arbrit, ky fshat është bërë shumë afër, edhe pse një pjesë e rrugës është e pashtruar, por njerëzit që jetojnë atje tashmë kanë kthyer syt nga turizmi, sepse fshati Ket njihet por kullat shekullore, kulla 2 dhe 3 kaçe. Në këtë udhim do të më shoqëroj një ish banor i këtij fshati, Shaqir Alla, i cili ka këmbgulur shumë që grupi i xhirimit historisë shqiptare të vinte pikërisht këtu në Dzibër, sepse fshati Ket i përket Dzibrit dhe nuk është i vetmi fshat i kësaj krahine. Ka këmbgulur pasi banorët jo vetëm që kanë prodhime shumë të mira për shkak të ujit, sepse gjithë kjo zonë është e mbytur me burime ujore, por bëhet fjalë edhe për njerëz shumë punëtor, pavarësisht se pjesa më e madhe e njerëzve janë larguar, të gjithë ne bashkë jemi këtu për të sensibilizuar të rinjt që një ditë të kthejnë syt nga Keta. Fshati Ket ndodhet i fshehur pas një terreni malor. Një fshat me kulla të vjetra. Një pjesë e kullave janë rënuar. Njerëzit janë larguar për shkak të mungesës së rrugës. Shiko, janë larguar vetëm për mend, se këtu ka mundësi që të ndërtosh. Sidomos ne që i kemi pronat, ka mundësi që t'i investosh. Kam fillu pak investime me sa kam mundur. Mendon që do vinë turistët të Ket? Po si s'do vinë. Mu më kërkojnë, hajtë shkojmë të shohim. Janë një person sot ka ardhur me mu vetëm për më pa vendin. Me ble? Po me ble tani, sa është një pakicë, por... A i shisni u shtëpi aty të Ketës? Jo. Nuk i shisni? Jo. Fshati Ket, që dikur quhej një fshat pothuajse i pa arritshëm, sepse duhet të mbaje nga rruga që të çonte në Burrel, pastaj të vije në Klos, pastaj Qafshtam, edhe nga Qafshtama. Po, nga Qafshtama, nga Vilza, nga Buvilla, kishim shumë degëzime. Po nga Burreli vije në këmbë? Po nga Burreli dilim nga Gurra në Qafshtam. Unë i kam shkel gjithë ato rrugë. Nga rruga e Arbrit, për afro 30 minuta, mbërrin në fshatin Ket. Rruga e fshatit është hapur para 12 vitesh dhe në qendër ndodhet një xhami. Dzibri dikur ka qenë realisht një nga zonat më të thella të Shqipërisë. Por në këtë vend, përpara viteve 90, kishte edhe shumë mësues dhe mjek të cilët vinin nga qytetet e tjera të vendit ton për të shërbyer. Dhe njëri prej tyre është një mjek i nderuar me origjinë nga Gjirokastra, të cilin unë e takoj rastësisht pikërisht në vendin këtu që quhet Vanar dhe që është edhe hyrja e Dzibrit. Dhe dikur këtu ka qenë qendra shëndetësore, e cila për fat të mirë ndodhet ende më këmbë dhe është restauruar, dhe ky mjek ka shërbyer në 5 fshatrat e Dzibrit, duke ecur orë të tëra më këmbë çdo ditë me qëllim që të jetë në shërbim të pacientëve të tij. Le të njohim Suvorov Zervojin, i cili sot ka ardhur me bashorten pas shumë dekadash për të nxjerrë mallin e këtij vendi
ku natyrisht ka kaluar shumë mirë dhe është mikpritur nga banorët. Doktor, na tregoj një çik eksperiencën tënde përgjatë viteve që ti ke ndenjur në fshatin Ket, ke punuar si mjek, bëhet fjalë në cilat vite? Në vitet 73 deri në vitin 77. Si ka qenë ky vend? Se tani e shikojmë kështu si pa njerëz. Ky vend më dukej i mrekullueshëm megjithëse unë isha i ri. Edhe kisha 5 fshatra. Kisha Shkallën, kisha Zibërhanin, kisha Ketën, kisha edhe Gurin e Bardhë. Të 5 fshatrat ishin nga unë. Edhe i kisha lënë çdo ditë një ditë në javë kisha lënë secilit që vija për vizitë. Edhe besoj lëvizje në këmbë në atë kohë. Në këmbë, ku kisha atëherë në këmbë nuk diskutoj. Vetëm rruga për Ngurtbar që ishte atëherë, dhe pasaj këmbë. Po unë i bija nga Shkalla, Klos, Shkallë, edhe vija në Zibër. Pra një doktor që ecte në këmbë në ato kohë. Në këmbë. Sa të binte të ecje në ditë, sa orë? Më shkonte afërsisht tek 2 orë shi. 2 orë i bëhet çdo ditë për të shkuar tek njerëzit. Po. 2 orë vajti ardhe tek atje, po. Bëja dhe më shumë brenda për brenda, se një orë të thashun, një ditë në javë kisha. E bukur. Në secilin fshat, ishin 5 fshatra. Ju me origjinë nga jeni? Jam nga Gjirokastra, nga Fushbardha. Si të duk të vije nga një Gjirokastri të vinte në këto zona që dikur ishin dhe të thella, se s'kishte rrugë? Zona ime është midis kodrave, është edhe vend i bukur shumë, por dhe këtu ishte shumë i bukur, isha i ri. Dhe rinia përballon çdo gjë. Po banorët si të duken? Si të duken njerëzit? A ishim shumë mirë. Unë shkoja në për familjet e këtyre, jo vetëm për të bë vizita, po edhe thjesht për mik. Shumë mik prica. Tani unë të takova rastësisht. Pse erdhe tani? Unë erdha thjesht për kaluar te rruga e Arbrit, edhe thash do kaloj në Zibër se s'bën në Vanar. Do vetë shikoj që i bie mas kaq viteve. Për të nxjerrë për nostalgji, për të parë vendi ku ke punuar. Për mall. Ja, kjo është qendrëshnetësore, u tregova edhe dhomën ku flia. Se atje flia. Tani pavarësisht se ti je larguar prej kësaj zone, ti vjen vazhdimisht nga rruga e Arbrit për të është herë parë që vin në rrugën e Arbrit. Hera parë? Herë parë. Edhe thash do ndaloj në Zibër se s'bën. Sa kohë kishe pa ardhur në Zibër? Po në Zibër kam që në 77-ën. Ua, çfarë astie. Do të thonë është hera parë që vjen pas kaq vitesh. Po. Ke emocione sot? Po shumë, edhe më duket edhe sikur s'po e njoh. Vetëm qendrëshnetësore njoh, pa kjo është qendrëshnetësore tash. Pastaj nga Zibri ku shkove si mjek ku shërbeve? Pastaj vajta direkt në Burrel, drejtor spitali. Ndonja një vit, 3 vjet drejtor spitali, pastaj vajta u specializova për endokrinologji. Për diabet, për tiroide. U vendose në Tiranë? Erdha në Burrel, punova edhe 17 vjet tjera në Burrel. Në Burrel? Po. Në 88-ën kam shkuar në Durrës. Është e vërtet që Burreli quhej qyteti i mollëve? Ishte komplet bulevardi me moll, edhe nuk i prekte njëri me dorë. Edhe ne kalonim poshtë mollëve. Kalonim kështu poshtë mollëve, si prekte një me dorë. Kur piqeshin, i mblidhte komunalja, edhe u shpërndante familje për familje. Ishte tamam qyteti i mollëve dhe i trëndafilave. Në fakt në këtë zonë kanë ardhur shumë mjek nga krahinat të tjera të Shqipërisë, sidomos edhe nga jugu. Po, ka ardhe një nga Fieri. Po, jeni ndjerë mirë me traditën këtu, se natyrisht edhe gjërat ndryshojnë. Shumë mirë. Absolutisht sikur kisha lindur këtu. Shumë bukur. Më vjen mirë që takova. Rofsh. Rrugë të mbar. Gjithë të mirat, faleminderit. Dhe shpresoj që jetë shmallur, mjaftueshëm. Ua, faleminderit. Në fshatin Ket, ndodhet edhe një lokal i vogël që të jep mundësinë të takosh ata pak banor të mbetur. Dhe nëse shkon në këtë fshat, njerëzit të mirëpresin. Këtu jemi te lokali i vetëm i fshatit Ket, ku është edhe mundësia për të takuar të gjithë banorët, sepse pavarësisht se banorët e këtij fshati janë shumë punëtorë, mbjellin tokat, mbajnë bakti, por në një moment të ditës vinë për të konsumuar diçka këtu dhe për të biseduar me njëri tjetrin. Jam mbledhur me banorët e Ketës, por këtu kam afër edhe Fatmirin, i cili është nga Keta, por nuk ka jetuar asnjë ditë në Ket. Pra, origjinën e ka nga ky fshat. Fatmir, ç'të solli ty në Ket?
Malli për Ketën, sepse Keta është një vend shumë i vjetër, prindrit e mi kanë jetuar në Ketë, edhe mall për Ketën, sepse është shumë vend i veçantë dhe është në harres totale ka ngelur fshati Ketë. Edhe njerëzit janë shumë mrekullueshëm. Familja ime, familja e Lezi ka qenë një familje shumë e madhe në fshatin Ketë. Edhe prindrit e mi kanë shumë bresa të veçanta këtu. Si stërgjyshi, si gjyshi. Fatmira, ti jeton në Ketë. Po, këto. Po si është të jetosh në Ketë? Si është të jetosh, pa vendi mirë, pa është vendi humë, fëmijët la kanë hikë. Të kanë hikë fëmijët të? Po, kanë hikë fëmijët jetojnë në Tiranë, veç shumë me burrin kemi ngejtë. Ju jeni pronarët e lokalit? Po, pronarët e lokalit, tokën e kemi këto. Vin njerëzit shpesh pinë kafe këtu? Po, këtu më lidhen. Në gjesë, dhe ka ora 10, në darkë, po, rrinë të ka ora 12 këtu. I qajnë halem janë i tjetër. Po. Tu merën veç gjithë peshëtemet e fshatit. Po, gjithë peshëtemet. Ka drita këtu, ha? Po, drita ka 24 orë. Nuk ikin drita? Nuk ikin. Na jemi problematik vetëm për rrugë. Vetëm rruga, për nga Lumi, deri këtu, na jemi problematik rrugë. Nga 2012, këtu s'kemi pas rrugë fare. A di që do të thot fare? Nga Dzipri. Apo nga Vilza dhe që keshim e më kam, në kohën ku ka qenë deputet që Malmin Gjëzi, së të Amatjan, në hapi me kontribut vullnetar me shtet, në pruj skavator, në hapi rrugën nga këtu, deri ke komuna Mdzipër, për shku për Burrel, ose nga këtu, deri në fshatrat e Tiranës Vilës. Po me thënë, ty ka qenë fshat pa rrugë fare? Deri në 2012, a kupto Shqip 2012, këtu ka qenë zero çdo gjë, me misra, me bukë, me tarme, me pime, i merrshim në kafshët të siç më thon kal, gomar, mush. Kjo ka qenë. Me shku në spitalin e Burrelit, me pas një hallë. Po. Sa orë ju bënd të ju nga Keta atje? Do të shkeshim nga këtu. E me shku në Burrel, dëshim 3 orë nga këtu, në Dzipër, në Qafuk, në Gulbardh, ne do t'i bishim fshatit, ne do të shkeshim në Lozën Burrel. 3 orë kam. Po, nga këtu deri në Dzipër, në komunë Dziprit, ke asfalti, ke spitali, sa ku të shkollën, do të shkeshim çdo gjë me barrel, ismuni, do të shkote me barrel, ose më zhjuën popullore, i thamim tabut, asit i tham më zhjuën popullore. Tabut? Po, më zhjuën popullore, kurse në zhjuën shkencori i thamim barrel, kurse Keta ka qenë zero. Që Malmin Gjozi, ku me qenë, është dhurat për Ketën. Pavarësisht se ishim shumë të varfër, me të ardhur të pakta, po popull shumë mikpritës. Unë në ratë parë ju falenderoj ju për ardhjen. Falenderit. Një të parë gazetarë që vinë në këtë fshat. Keta një fshat shumë i vjetër, si mas Gojdhanave, kimi gjamin tonë, nuk e ma men kush 3 breza gjishi i ka tëftu babës tim. Baba me ka të regu mu, nuk e ma men se kur e bën këtë gjamin. Po kish ka pas të? Po ka pas. I thonë që kish atje ku kënë lartë. Ka pas kish për para. Po nuk e ma men kush. Si ka qenë fshati për para 90-s? Fshati ka qenë shumë i popullarizuar, fshati ka qenë shumë i këprit, se këtu kur kalonin karavanet e ikshin, një fjalë kohën e pazarit, kaloshin për sektorin tonë, edhe kaloshin nga Murrizja, dishin në Tiranë, të cilet gjithë të fshatra, edhe Vilza, edhe këto, ishin të mikpritur për jabanxhit. Prodhimet e Ketës, edhe të Dzipër Honës, edhe të Dzipër Murrizës janë ushtimet më të mira që ka zona e rrethit tonë, që kom shëtit une. Ka shijen më të mirë të fasules që në gjithë Shqipërinë, jo vetëm rreth e motit. Patatja, po ashtu. Ndodhemi në fshatin Ketë, një fshat shumë afër me Tiranën. Fshat i Dziprit, në krahinën e Matit.
Kjo është shkolla 8 vjeçare e fshatit Ket që ka qenë funksionale deri në vitin 2012, derisa u bë shkolla e re, dhe nga kjo shkollë që ju shikoni ka ndalë profesor, doktor, intelektual, edhe pse kanë studiuar këtu në këtë fshat që dikur realisht ishte shumë i largët për të mbritur, por shkolla ka qenë shumë e mirë dhe këtë e thënë dhe vetë banorët. Nga kjo shkollë kanë dalë profesora, mësues intelektual. Kemi qenë 20 fëmijë për klasë, 20 fëmijë. Ka shumë. Nga që shumë, kanë qenë nga vitin 90 e të tje, kanë qenë mbi 160 fëmijë kjo shkollë. Vetëm këtu. Po, kurse sot kanë ngel 25 fëmijë në shkollë. Tani, kur erdhëm këtu na bëri përshtypje ky livadhi me lule. Po. Edhe për një moment duk sikur kjo ka jetë, në fakt kjo shkollë nuk ka më jetë. Po, kjo ka qenë fush, voleybolli, basketbolli, e futbolli ana matan. Po, tani ka kalu livadh, se s'ka fëmijë. Tani sa familje keni ngel ju në Ket? Jemi 50 familje, 52 familje, për 50 familje thu. Kam edhe një pyetje, Ori Fatma, për para për të ardhur në Ket vije nga Qafshtama, po vije edhe nga Burreli. Po, nga Burreli. Edhe mësust vishin nga Burreli e këtu më kam, fjerevje se kanë pasin trajtim 5 vjeçar. Si u duke tani që nga rruga e Arbërit vijet më shpejt? Është e ëndër është? Po ëndër, po shumë ëndër. Fjerevje se nga këtu në Tiranë 1 orë 20 minuta, ma makinën. Kurse para 90 nuk ka pasas, nuk u bëhet e fjallë rruga, se s'kishim historinë atë kohë. Tani ardhja rrugës Arbërit, edhe kjo rruga deri diku me çagull, nuk ishte keq me Forestrada. Do bëj që njerëzit të kthehen në Ket? Po, do të bëhet. Kanë fillu me pas koha si do të vinë në Ket, ka për të bëhe si Valbona. Asigurit. Se ti thuash fshat i bukur, po ai sa thethi dhe Valbona. Po, original sa fshat turistik. Me ujë, me pyje, me livadhe, me çdo gjë. Anë me prodhime. Edhe me prodhime. Me prodhime. Kjo asigurit. Ama se mezi po pret me i pa ato Po, domatet. po, ai kemi shohim domatet. Po, do shkemi tani. Hajde. Tukat në fshati Ket janë të punuara të gjitha. Banorët këtu prodhojnë vetëm domate dhe fasule. Prodhimin e çojnë në Tiranë për ta shitur. Pjesa më e madhe e familjeve në këtë fshat kanë jetuar me prodhimet bujqësore. Të gjitha perimet që rriten në fshatin Ket, po jo vetëm në fshatin Ket, në gjitha fshatrat e tjera të Dzibrit, janë realisht me një shije të jashtëzakonshme, sepse këtu natyra është me një ndotje zero dhe është tokë me ujë, por sidomos domatja e Ketës është me nam. Normal ashtu është, po jemi të e falë. Jeni duke e falë? Të e falë jemi me 200 lekë. Po si shpjegohet që njerëzit nuk e vlefojnë domatën? Si shpjegohet, së di e qatë themire. Ju e çoni ke shumica? Po, në Tiranë. Kjo është farë autoktone e Ketës? Po. Ne jemi vetëm burrë grua. Fëmijët kanë hikë sepse nga kushte se nuk kanë rrugë, nuk kanë punësim këtu. A ne thonë me domate nuk na del e vërdi se çmimi kuptohet, thotë do të shkojmë në Tiranë ose në Itali apo në shtetet e Europës. Ne na merremi vetëm unë me gruat sa me hajnë që bukë me thana puna. Po mi si ka mundësi, edhe pse çmimi domates ka rënë, ju vazhdoni, e mbillni, e keni pasion. Do të mbillni se në toka nuk lihet. A do më mosh ta majmë bashkë se që ka shumë e rënë? Po, të s'ka për ta vrarë menën, deri këtu a dini. Fasule misri, është grosha si ekzisto ma mira në Shqipëri, në për 1 orë e 20 minuta zinë dëshere, hem të gjerë presioni dhe me zjarë. Po, e thuj fasule misri. Fasule misri. Po pse të, e lidhni po, me misri? Po, lidhët e misër, dhe fasule misri, i thamim, ne fshatartë, kurse kjo është
fasule kulture. Po pse e lindni me misri? Po, është ma sakt. Ma e saktë. Ma sakt, në për 1 orë 20 minuta, a kem të gjere. Na e tregoj qik se ai Po. si e ka kokrën. Po, Kjo shiv. është Kjo, kokër vogël. Po, kjo kokër vogël për 1 orë 20 minuta. Ndashën të ngjere. Po. Ndashën të ngjere presioni. Po, zi ma shpejt. Pa, e bukur. Shife tani. Kjo është ma sakta se ekzisto Pa. në Shqipëri. Nuk ka as korça, as shlezha, si janë fasulet, po kjo ma sakta. Sa e mirë duket. Kur përmend fshatin Ket, të gjithë të thonë vizito kullat, pasi këto kulla janë shekullore dhe disa prej tyre janë të ruajtura më së miri. Fshati Ket ka një pozicion gjeografik shumë interesant, sepse jo vetëm që është në lartësi, po është e rrethuar edhe me një relief malor. Por gjëja më interesante këtu janë ndërtimet, në formë kullash. Ka shumë kulla, ka pasur më shumë dikur natyrisht, dhe kullat janë me mure të mëdha prej guri, pasi terreni në këtë fshat është i rrëshqitshëm, pra ka shumë erozion. Sot që flasim kanë mbetur në këmbë disa prej tyre, kulla shekullore, shumë të bukura, kulla të cilat mund të jenë shumë interesante për të gjithë turistët nëse restaurohen pa dëmtuar originalitetin. Dhe njëra prej tyre është kjo kulla që ju shikoni, dhe më pas do të shkojmë te kulla tjetër që është në pjesën e sipërme të fshatit. Shaqir, unë shikoj një kullë 3 kaçe, shumë bukur. Shoh edhe pjesën e dal ku viheshin tytat e armëve që quhen frëngjit. Frëngjit, sërgjene. Tani në këtë kullë, kur ka qenë familja që ka jetuar fundit këtu? Në 2020 janë larguar. Në 2020, kulla nuk ka ndryshuar fare se çka qenë. Jo. Sa vjeçare mund të jetë si kullë? Gojdhana që na shumë, se unë po shkoj unë Brezit tret, ka 430 vjet. Do të thonë ka jetuar më shumë se 5 breza në këtë kullë. Po. Shikoj përpara kullës edhe atë ndërtimin prej druri. Po. Ajo është prej druri që mani me kallim misri gjatë dimrit për freski. E si i thojnë asaj? I themi në koshare. Mendon që nëse kullat rregullohen, do ketë interes nga turistët? Ku e keni këtë bindje? Unë kam këtë bindje që unë kam kërkesë mas kërkesës çfarë po na bën atje në fshat, shoqëria, rrjeti miqësor, çfarë po na bën atje në fshat. Emigrantët thonë çfarë do bësh, si të kontribojmë që kjo të restaurohet. Ti sot jetë 70 vjeç dhe u bëfsh edhe 100. Dhe ti ke marrë përsipër të organizosh tërë farefisin, të njohurit e tu, fëmijët e tu që ti ke në emigracion, që të kontribuojnë të riparohet kulla. Si më i vjetër mund takon tani. Se zakonisht shoh boshat e reja që kanë këtë iniciativë. Takon. Nuk të krijon lodhje kjo cilësh. E kam gjak dhe për vete, se unë edhe me këto komshite, me këto banor tu, thëmë për çfarë keni nevojë të vitunoj moja me kraha, furnizima. Kam i natyrë që duke pas përvojë që kam lujt shumë vende, kam atë humanizmin që t'jem human me gjithë. Si e shikon Ketën ti për 10 vitet e ardhshme? Mu këtu du të mdali shpirti, këtu ku kam lindë. Këtu? Po. Se ti kishe edhe një projekt në kokë. Po. Dhe më vjen mirë që ke ëndra, pavarësisht se jenë në një moshë të tretë, ku njerëzit duan të shijojnë atë pensionin, të rinë rehat, ti ke projekte shumë ambicioze, të bësh rrugën e Ketës, edhe kullat. Kam qef që të ndërtoj kullën, ta rindërtoj më shumë qesmen, ta bëj një vend pushimi, po me sa të mundem. Me sa të... Po pandime në shtetit. Po qesmëm se e bëre? Atë qesëm e kishim se si trashigim njën nga të paret. Tani me që është në rrugë dhe në pronësin time, kam qef që ta ndërtoj edhe më mirë. Familja Kurti në fshatin Ket ka kullën unike. Kjo familje është me emër në këtë fshat dhe gëzon respektin e të gjithëve. Ndaj, sa po vë këmbë në Ket, të gjithë të thonë vizito kullën e Kadriut. Një kullë brenda së cilës ka jetuar një familje e madhe.
Fshati Ket ka 30 kulla unike dhe këtu jam në njërën prej tyre, Trekaçen, tek familja e Kadri Kurtit. Janë 3 breza që kanë banuar në këtë kullë dhe unë kam fatin të hy brënda kësaj dere që kanë nxjerrë një për e mbesa, a o Kadri? Sa të dush, plot. Plot, edhe ti e ke rujt. E ke rujt kullën si që ka qenë. Ashtu është. Në fakt kjo kullë duke që është e vjetër që tek porta hyrëse. Kadri porta është bërë me gur, me gur masif. Po, gur skalit. Këto gur nuk dihet se nga janë nxjerrë njëherë. Po pra, edhe janë si rozë, si gur rozë. Po. Këtu shikoj disa gëdhëndje shumë të bukura. Është një shpat, është një yll, është një figurë kafshe, nuk e di çfarë është edhe kjo kafsha këtu. Çfarë është? Kjo është një zog. Kjo zog. Është shpatë e Skënderbeut, si më thanë. Kjo është shpata e Skënderbeut, e bukur. Figurë si shpata e Skënderbeut. Atje është një kal në anën tjetër. Një kal, Po këtu shikoj një hën. Këto janë shenjat të turkut. E turkut. Pra mendoj që mund të jetë bërë në kohën e pushtimit turk. Që në kohën e Turqisë. Që në kohën e Turqisë. Atëherë do të jetë bërë ajo. Tashi, do më tregosh një çik kjo kullë, si ka funksionuar më përpara? Në katin e parë çfarë mbahej? Katin e parë marrin baktia. Baktia, po. Po. Po në katin e dytë? Katin e dytë ishte për të fjetja, në katin e tretë ishte për miqt. Tani juve nuk e mbani më baktin brenda. Jo, ka dalë baktia, ka në kohë, ka 40 vjet, 50 vjet se ka hik baktia nga pëni. Që më bën dhoma ato. Sa fëmijë ke? Unë kam 8 fëmijë. 8 fëmijë? Po. Këtu i ke apo kanë hik? Vajzat janë martume, 5 vajza, dhe sa djembi kam këtu. 3 djemi ke këtu? 2 i kam këtu, një është në Gjermani. Po si i mbajte 2 djemti këtu? Po si mbajta se ku t'i shkojmë. Se kanë hik, prandaj kanë hik Ku t'i njerëzit shkojmë. nga Xivri. Qa të bëjmë? Tani ti ke rrit 8 fëmijë këtë ke kulla, 8 fëmijë këtu. Si ka qenë jeta në Në Xivër? kohë të kooperativës. Jetë e vështirë ka qenë jeta atëherë. Shumë e vështirë. Se s'kishte rrugë. Rrugë s'ka pas më bëj fjalë për rrugë, rruga atje është bërë me kazëm ajo. E bë me gratë e kanë bërë, me kazëm, me lëpat, pa mjetë. Pas ke dhe pula, Po, pullet. sa thënë që mishi pulës tu është i papar. Pse se ke provu, nuk e ke provu Unë e kam ti. provu. Po thënë që pula ha gur këtu, është e vërtet? Po, ku ha pula guri kanë pastan. Ku ha pula gur, Ku ha është pula mishi gur. mirë. Veni vështirë do të thotë kjo. Ku ha pula gur, do të thënë që është vendi vështirë. Veni vështirë. E bukur. Po. Eci me shohim shpinë. Sigurisht që po. Edhe shkallët i keni rujtë si që kanë qenë? Po. Që si kulla është bërë me tra, Kjo është tra original. Ajo drumë lis. Lisi, wow. Tani këtu jemi të kati dytë. Kati dytë. Këtu kanë pasnet njerëz të shtëpisë, Po, Kjo dhoma qarë është kjo dhoma? Dhomë fjetje është. E keni për dhomë fjetje. Edhe, po kjo Këtu ka dera... qenë banjo këni. Kjo, po tani qarë ka këtu? Pas një banjo prapë. Banjo. Po. Ua, një banjo që s'ka lëvitur fare. Banjo i vjetër. është ruajtur si që ka qenë. E pas ke rujtë. Dëgjoj, tani, këto gjëra që duken si të vjetra, Ja të vjetra ja ku ke edhe me pëlqejnë shumë nga turistët. Edhe ato që kanë pas bën dikur, Po, bëshin vegjë. vegjë, pas ke rujtë dhe vegjën, do me Ato thënë. Që ka qenë ky harku? Këtu ishte për luftë kjo. Tu vendosja arma këtu, njëna në gjuhën të knej, njëna knej, njëna drejt. E bukur. Pra ka patur edhe karakter mbrojtës kulla. Po, për mbrojtje. Për të mbrojtë. Si quheshin këto dritare, si thoni juve? Istikam. Istikam. I thoshin atëherë, istikam. Istikam. Po. Sa ka pas të tilla kulla? Ka pas rreth ajo, ka pas shumë, ka pas edhe në kati tretë, ka pas Në gjitha anët. në gjitha aty ku ka penxheret sot, ka pas shumë. Po. Tani unë shikoj që kulla i ka dritaret pak të mëdhaja, i keni hapur më Janë vonë. hapur, më vonë. Se kanë qenë shumë të vogla dritaret? E ke ruajtur një dritar, Është një nga jashtë.
Tani kulla është vërtet e madhe, po sa dhoma ka gjithsej këtu? 6 dhoma ka kjo, se është më pas në vllajnë këtu. Ka dhe janë dhoma? Po, ka në një më thanë. Po tani këto shkallët të çojnë te kati 3, ë? Po, te kati 3. Gjitemi e shohim te katin e 3. Kjo është dhoma e miqve, ë? Kjo. Tani u shikoj këtë kapakun që e kam parë edhe në shtëpit e zonave të tjera të Shqipërisë, në Berat e kam parë, në fshatrat e Gjirokastrës e kam parë. Si i thoni ju kësaj pjesës që mbyllet? Hynë e miqt, mbyllej kapaku dhe kishte qetësi këtu, nuk futej minje gjë. E pas kërrit si që ka qenë? Ashtu si që ka qenë. Këtu poshtë në dollapet e kafes. Deri dhe jujt, la i filxanat, deri dhe jujt aty. Këtu mbaj vejlet e kafes, këtu të dyja. Edhe kjo këtu, o gjaku është original. Nuk e përdorni mo, apo e përdorni? Ja, përdorni sobën tani. është e ftohtë kulla ndimër? Ashtë e ftohtë. Arrin do të ngrofi o gjaku? Jo, gjaku nuk e rrin do të ngrofi. Ngrofi 2-3 veta, sa kemi ngellë në tani, në ngrofi, ne gjaku. Kur ishim 10 veta, 15 veta, nuk ngrofi. Nuk arrin të ngrofi në gjithë. Detaj më ekskluziv i kësaj kulle është shuli. Çfarë është shuli? Shuli është pikërisht ky trungu që ju shikoni, që bënte mbylljen e portës kryesore. Pra, mbyllej dera dhe vijej shuli. Nga kjo karakteristik, po jo vetëm, edhe nga karakteristika e dritareve, pra e frëngjive, tregon se kjo kull ka patur karakter mbrojtës. Pra jo vetëm që kulla banohej, por mbi të gjitha kishte karakter mbrojtës duke kontrolluar të tërë territorin nëpërmjet frëngjive që ishin të shpërndara në të 4 anët e kullës. Në kohët e sotme, elementë të tillë marrin një vlerë të jashtëzakonshme dhe më vjen mirë që pikërisht këtë shul e gjej të ruajtur te kjo kull. Do ta vëm prapë në vend se tani nuk përdoret më. Një pjesë e kullave në këtë fshat i është hequr kati 3 dhe njëra prej tyre është kulla e Rizat Cepit. Banorët e ketës janë shumë ikpritës dhe të gjithë të ftojnë në shtëpitë e tyre për të njohur kullat. Më trego si është historia e kullave të cilat nga 3 kate janë bërë 2 kate. Kjo ka qenë kjo pikërisht kjo kulla këtu, ka qenë 3 kate. Mirë po, a unë një katë, sepse nuk e litë era që atin. Sa kullat të tilla janë prishur kështu? Mund të prish një 3-4 copë, po s'kishte i mas më lume me rasa, me drasa kanë qenë të më lume. Nuk ishin dalë materialet dhe si qenë sot. Ishte vështirë ta hiqe katën e 3? Ishte vështirë ishte. Se janë me mure guri? Mure guri, 90 centim muri. Po nuk rregullohet dot çatin? Po së rregullon s'kishim material ku e kemi shkatruar, që shkatruar në kohët komunizmin. Kur s'kishit rrugë? S'kishim rrugë. Si ka qenë pa rrugë atëherë? Si që njëri si gjika banka. Kishim zones në 3 nas për shku për Tiranë. E kur arrinin në Tiranë? Arrishim më kap fugonën za Bastarit, shkoshim për Tiranë, ja mos e kam këtu në të pazari. E sa bëj nga këtu deri në pazar të rinj? 5 orë. 5 orë. 6 orë. 6 orë. Po se da se për në shatë me shkop. Ishe djali i ri. Ma ta kishin një qamë më kra, ha. Edhe me qamë në krajit. O, more. Se s'kimi hek. Se t'ki popullë në hatë. Në shtëpitë e fshatit Ket të bëjmë përshtypje prodhimet. Çdo copë tokë është e punuar dhe ende njerëzit mbajnë gjë të gjallë për ushqimin e tyre.
Traditën e produkteve të fshatit në Ket e gjen si dikur. Kur je në fshatra të tillë si Keta, pra një fshat i thellë, i pa promovuar, nuk ka turizëm, është mundësia të provosh edhe ushqime organike, shumë të shijshme, siç është edhe rasti i këtij mjalti trumze, i cili është krejtësisht pahile. Është bërë shumë e vështirë, ne që jetojmë në qytete, të gjejmë mjalt pahile. Por, falë këtyre banorëve që ende nuk i kanë mbraktisur shtëpit, nuk i kanë mbraktisur tokat, mbajnë blet, mbashtojnë gjën e gjallë, ne kemi mundësi të shijojmë këto ushqime që sot nuk kanë çmim. Mirë se ju gjeta. Mirë se ardhur. E nuk ka pritje më të bukur se me mjalt, ë? Sa fëmijë ke? 6. 6 fëmijë. Ku i ke? Kam në Gjermani, Itali, I kanë gjithë në migracion? 2 kam në Shqipëri. Ju rrini vetëm këtu, ju të dy. Kemi i qumë. E keni dhe i qumë? Po na folje çik për fshatin Ketë, se ne nuk është... Fshati tu mirë, po duhet punësh, trit kanë hikur, kënë ngel pleqt. Pleq, po tokat i kështë punu të gjitha. Po, gjitha i kemi mirë. Nuk pash as një cop tok pa punu. Po, gjitha i kanë mjellë. Po shpina pas keni rregullu. Hajde mos i fshat. Lëm fshatin Ketë për të shkuar në një tjetër fshat të Dzibrit, në Murris. Një fshat shumë afër me Tiranën. Për 20 minuta ndodhesh në një peizazh malor me ajër të pastër dhe panoramë të mrekullueshme. Është një fshat i Shqipërisë që quhet Murris. Përpara se të bëjë rruga e Arbrit, ishte një kalvar rruga për të ardhur në Tiranë, ndërsa sot për 35 minuta ndodhesh këtu. Dhe kjo ka nxitur edhe banorët e zonës që të kenë interes për të pritur turist. Dhe këtu jam pikërisht tek bujtina e parë që është hapur në fshatin Murris, prej nga ku shihet mali i Dajtit, mali i Krujës, Bovilla, madje dhe deti Adriatik. Është realisht një pamje ekskluzive. Rifatarja këtë shtëpi e ka ndërtuar si fillesën e një bujtine për të pritur ata që duan të njihen me Murrizin. Afërsia me Tiranën po nxit shumë njerëz që të ngrenë shtëpi pritse për turistët në Murriz. Ti e mendoje më përpara që mund vinte një kohë që ky fshat mund të hape një bujtinë siç e ke bërë ti për shembull? Jo, Alma, kurrë. Nuk e mendoja, madje unë isha këtu, shkputa nga këtu, ika poshtë. Vetëm për shkak të largësisë. Për shkak të largësisë, për të arsimua fëmijët. Për diçka më ndryshe. Meqense u bë rruga e Arbrit, kjo është shtëpia ime e vjetër dhe me gjitha kursimet e familjes nisëm hap pas hapi të ndryshojmë diçka. Tani rruga e Arbrit, se kjo është pjesa e bypassit. Po. Kur të mbaroj rruga e Arbrit, futesh dot në Murris nëpërmjet bypassit? Po, futesh nëpërmjet bypassit. Po kjo pamje është shumë e bukur, nëse mendonin që Murrizi ka këtë pamje. Ka Murriza këtu që i thon Murriz? Po, ka Murriza. Ka shumë pemë Murrizi? Ka shumë pemë. Po si fshat është katolik apo musliman? Musliman. Është fshat musliman? Fshat musliman. Kush ka hap tjetër bujtin përveç teje? Akoma s'ka njeri në këtë fshat. Lokale, po. Janë hapur restorante? Restorante. Sa restorante janë hapur? Deri tani janë 2, në këtë fshat. Sa vite ke që e ke fillu këtë? Kam 3 vjetë. Po kush tashti unë në mundje? Unë faktikisht e nisa për vete. Duke ndjek këto emisionet edhe mendum të bëjmë diçka ndryshe. Mendoj që mund të ketë dhe turist këtu. Ta provojmë.
Dëshira e banorëve të Dzibrit për të zhvilluar turizmin dita ditës po bëhet akoma dhe më e madhe me hapjen e rrugës së re. Por ajo që i step është mungesa e eksperiencës në këtë drejtim. Megjithatë, shumë të larguar me paratë e fituara po rikthejnë syt tek fshatrat e tyre për të riparuar kullat me qëllim që t'i kthejnë në bujtina pritse.